Mimbroma, sa kalojnë ditët dhe javët dhe afrohemi zgjedhjeve të 11 majit. Natyrisht një temperaturë që teorikisht duhej të ndizej nga temi nga jo thjesht nga parullat, nga sloganet politike, por dhe nga programet. Megjithatë ne rrim dhe vazhdojmë flasim sërish për listat. Listat, pasi duket, listat jo thjesht po përcaktojnë rezultatin e zgjedhjeve, po përcaktojnë fizionomin me cilën grupimet kryesore politike po futen dhe po përgatiten për garën e 11 majit. Dikush për shkak të spaku, dikush për shkaqe tjera, sot po i paraqitet shqiptarëve me ftyrën e tyre të vërtet. Dikush me të fituesit, dikush tjetër për fatkeq me atë të humusit. Ndoshta për herë të parë në historinë politike dhe elektorale, diskutimi që ne bëjmë sot nuk është kush do të fitojë zgjedhjet, po cila do të jetë shkalla e humbjes së dikujt tjetër, së Sali Berishës. Për këtë do flasim sonte. Sigla. Sot kam kënaqësinë kem në studio deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ferdinand Xhaferi. Mimbrova Ferdinand, faleminderit nëse tu kemi program. Kënaqësi ti është kjo. Bashkë me mua është profesor Roland Lami, Mbroma Lami, faleminderit që mua politikolog. Sigurisht që listat janë kryefjala, zoti Xhaferi. Natyrisht ju jeni edhe në konflikt interesi në sensin që ju nuk jeni tashmë në listat e Partisë Demokratike. Besoj që nuk ishte zgjedhja juaj, apo ishte dhe zgjedhja juaj për mos qenë të? Nuk e di sokol juve nuk ju takon ta shtroni këtë çështje, sepse ne i kemi diskutuar përpara, kam qenë tek ju, sikurse kam qenë në të gjitha kanalet televizive kryesore dhe kam të shprehura qendrimet e mia. Unë nuk kam pretenduar asnjëherë të jem në një listë e cila konceptohet dhe vjen si rezultati një procesi që e çon Partinë Demokratike drejt humbjes. Sikur se kam qenë gjithmonë i gatshëm të kontriboj me listë ose pa listë, kur është ndërtuar një projekt fitues. Por, mos të kesh pretendime për të qenë të kjo listë, nuk do të thotë që nuk e përgjegjësi për atë që po ndodh në Partinë Demokratike. Dhe kjo përgjegjësi na shtyn që të jemi edhe këtu. Sot, së bashku dhe të flasim. Ju e quani prioritet listat. Jo, unë tash prioritet në diskutimin sot. Kurse unë do të quaja hallka e fundit e një zinxhiri vendimarrje që kompozonte dhe shfaqte një parti demokratike që nuk po projektoi për të fituar zgjedhjet, po projektoi për të shërbyer interesave të kryetarit në raport me drejtsinë. Me drejtsinë. Dhe thëm këtë, unë i qëndroj, sikurse i kam qëndruar te ju dhe diku tjetër, mendimin tim që procesi, ka shi zotit Berisha, është i vendosur me një bazament të lëkundshëm ligjor, dhe kjo vjen nga një përmbledhje e ekspertizës së ekspertëve. Unë personalisht për kohën që kam bashkëpunuar me të, kam pasur dëshirë dhe kam dëshirë që t'i facilitohet non grata, po thonë këtë, duhet vazhdojmë të heqin jemi në Partinë Demokratike që kjo parti t'i fitojë zgjedhjet. Dhe Sali Berishës nuk është problemi non gratës, nuk është problemi i raportit që ka me drejtsinë, është problemi kryesor që i ka mbaruar koha politike. Dhe unë do të lutesha të më jepje 3-4 minuta kohë, ta shkeloj këtë, sepse këtu qëndron, çdo të thot i ka mbaruar koha politike. Dhe nuk kam pasur pretendime të jem në këtë listë, sepse nuk kam dashur t'i gënjej njerëzit. Ata këtu ke 1800 numra në këtë telefon. Ato kontaktet mia të përditshme, që mos futen në një fushat, kur është një projekt që i çon drejt humbjes. Pra çdo të thot i ka mbaruar koha politike. Fillojmë që nga viti 92. Berisha drejtonte Partinë Demokratike dhe erdhi në pushtet me 65% votave. Na erdhi ligji për pronën, që Berisha thot gabuam. Gabuam me ligjin për pronën, por ky nuk ishte një gabim që i erdhi mundësia 2005-2013 për ta korrektuar. Dhe nuk e korrektoi, dhe këtu kemi një fash, pronarët ishin të gjithë. Do të thoya u thellua për mua me procesin totalisht antikushtetues legalizime dhe mendimi. Nuk ka rëndësi të masën e thellimit. Unë po argumentoj tezën pse i ka mbaruar koha politike. Pra këtu kemi një kontingjent, mund t'jen pak, mund t'jen shumë pak, mund t'jen shumë, që e kanë lënë Partinë Demokratike. Vim me firmat premedale. Gabim që i toleruam. Ka kërkuar ndjes pra ato. Ka kërkuar ndjes, po këtu përsëri janë disa të djathtë që nuk ja falën dhe u larguan nga Partia Demokratike. Kjo bëri që megjithse po marr vetëm 2 shkaqe. Kjo bëri që megjithse kishim një qeverisje shumë të keqe të Fatos Namës 2003-2005,
Partia Demokratike erdhi në pushtet, por nuk erdhi më me 65%. Me vot popullore fitoi e majta. Erdhi si pasojë e lojës që bëri LSI-ja. Në 2005-2009 qeverisëm shumë mirë, po pastaj erdhi aleanca me LSI-n, që prodhoi 21 janarin, dhe njëkohësisht futja e LSI-s me pothuajse 40% të qeverisë ishin me 10-13 demokrat. Profesionistë shumë të mirë, që në ato kohë Partinë Demokratike qarkullonte shpreha të raft LSI-ja. Sepse u rafshuan të gjithë nga puna. Edhe një kontingent tjetër që ikën. Dhe gjitha këto bën që në zgjedhjet e 2013-s Berisha dilte mbas zgjedhjeve në konferencë shtypje të thonte që inaf është inaf. Pra unë nuk kam konkurroj më, sepse ishin këto llogari të bëra që e nxitën atë vetë. Pastaj vinë zgjedhjet e 2017-s, imponoi Lulzim Bashën krye të PD-s. Në para zgjedhjeve të 2017-s kam bërë një editorial në gazetë shqiptare. Pse Berisha nuk duhet hesht? I parashtroi 5 arsye kryesore aty, gabimet thelbësore që po bënte PD-ja në atë kohë. Humbëm zgjedhjet, investoi në bandë Lulzim Bashën. Se nuk e kishte sjellë Lulzim Bashën që Partia Demokratike të fitonte zgjedhjet. E kishte sjellë Lulzim Bashën që Partia Demokratike të mbronte interesat e tij. Dhe kjo ishte arsyeja që edhe në 2021-shin investoi për të mbajtur Lulzim Bashën. Dhe filloi të merrte me Lulzim Bashën vetëm kur Lulzim Basha u bë me të. Dhe gjitha këto, se demokratët mund të jetë dikush në biznes të vogël, dikush ka vite që është pa punë, se luftohet nga pushteti, dikush është në punë të tij, dikush është arsimtar, po nuk mund t'i bësh, nuk mund t'i pashtrosh pafund. Dhe është në një kontingent tjetër që nuk ja fal këtë. Në 2023-shin krijoi foltoren. Aty ishte një moment kthese, se nuk duroi qeverisja e Edi Ramës. Dhe gjithë u bashkuam për një agjendë parlamentare. Unë si kam shkuar në asnjë mbledhje të Këshillit Kombëtar. Kam shkuar vetëm brenda parlamentit, se gjithmonë kam pasur dyshimet që ky rikthim bëhet vetëm për interesa personale. Ju nuk keni qenë kur në selinë e Partisë Demokratike? Unë në selinë e Partisë Demokratike kam qenë sa herë ka pasur mbledhje të grupit parlamentar, pa asnjëherë në mbledhjet e Këshillit Kombëtar. Po mos është ky problemi? Pse ai themi ju shtyu ju jashtë listës deputetëve? Nuk ja kam kërkuar unë, nuk ka shtyr ai. Dakor, e di. Pra, të lutem shumë, janë dy gjëra krejt të ndryshme. Është ndryshe të mos pretendosh të jesh në një listë kur dihet që kjo listë është hallka e fundit një zinxhiri që çon drejt humbjes, dhe unë s'dua t'i gënjej ata njerëz. Jo, okay, duke lëmë me një rastin tuaj, po për shembull ka pas raste të tjera, po marr për shembull rastin e një tjetër figure temi që vlerësohet e moderuar tek edhe jashtë demokratëve, nuk e di si është brenda demokratëve, po besoj që demokratët kanë nevojë për një temi show të moderuar të leadershipit tyre, pasi ndoshta ata janë lodhur nga ky leadership i fortë i egër, nga betejë në betejë, nga fitore në fitore, ndërkohë nga humbja në humbje, siç e thotë vet, siç i radhitët vet. Për shembull, Reda Bagu shkoi ditën kur gjykata vendosi që sistema e Partisë Demokratike t'i kthej zotit Berisha. Dhe ju e dini vetë, zoti Berisha nuk është nga ata që harron. Shiko, dhe për shembull qëndrimet tuaja pro SBA, unë kam dëshirë ta mendoj pro drejtësisë re, unë gjithmonë kam menduar kritike ndaj Berishës që ju keni shprehur, jo si sot. Gjithmonë kam menduar që shkollimi im në SBA nuk duhet të jetë një problem, duhet të jetë një vlerë për Partinë Demokratike. Nuk e di si. Pra unë nuk i hyj këtyre. Dhe mos merrim me emra. Duhet merrim me parimin e skadimit të kohës politike. Dhe këtu më ndërpreve nuk më le të mbaroj. Pra u kthyen në 2023-shin? Patëm betejën për zgjedhjet lokale? Aty qartasi fitoi Karshi Lulzim Bashës, duke ekspozuar si faktori kryesor opozitar, po qartasi u humb nga Edi Rama. Dhe atëherë unë dola me tezën që pa Berishën nuk bëhet, por dhe me Berishën nuk bëhet. Çfarë do të thotë kjo? Kontributi Berishës në opozit është shumë i rëndësishëm, por Berisha në krye të formacionit politik nuk e bën. Sepse ishte evidenca zgjedhjeve lokale. Ndjeshëm e mundi Lulzim Bashën, por po ndjeshëm u mund nga Edi Rama. Kjo nënkomptonte një leadership të ri, që do shkonte përtej të mobilizonte jo vetëm militantët që kishte Berisha, po të unifikonte PD-n dhe të shkonte përtej PD-s. Pra na duhej një lider për një parti më të madhe se kryetari. Dhe këtu kam besuar. Çfarë pam ne? Investim për ta futur PD-n në sqetull. Në vend që partia të merrej me strukturat, për të forcuar strukturat që janë cop nga veriu në jug, dhe këtë e di çdo antar i Partisë Demokratike, në u morën për ta çuar PD-n një ditë poshtë balkonit dhe një ditë para spakut. Dhe pastaj në vend që të bënin primare, sepse dhe breja primareve ka vetëm një arsye. Tregon pafuqinë e leadershipit për të marrë vendime. Dhe u fshem pas primareve. Ato primare me thënë drejt nuk e kuptuan se primaret janë provuar 2 herë në Partinë Demokratike.
Edhe në të dyja herët nëse kanë marrë pjesë 51.000 në të dyja herët sot kanë çuar administrata e PD-s, nuk është në lajm i të keq. dyja herët kanë çuar. Megjithëse me dyshime kanë po. O zotëri, tani lajmi mirë apo lajmi i keq është? Jo, që marrin 51.000 veta pjesë në primare, nuk është lajm i keq. Më e parancishme. Lajmi më i keq ka të bëjë me faktin që qofse marrim futu në Google apo në ChatGPT, çfarë janë primaret dhe ballafaqojmë ato që bëri PD-ja, është një turp i paparë. Ajo nuk diskutohet. Primaret janë një proces disa mujor, ku kandidatët shpallën dëgjovën ai zoti brenda PD-s thonte si duhet reformuar PD-ja, pra fillojnë me tezat për reformimin e partisë, kalojnë me tezat për reformimin e zonës elektorale ku qyteti Tiranës e të gjitha me radhë, ato ishin gjimon mbas antarëve të partisë. Po nuk mora pjesë, unë si kam njohur, pra nuk kam thash edhe një herë, gjithçka fillon e mbaron tek fakti që nuk kam pasur pretendime. Jo, dakor. Një listë që çon drejt humbjes. Kam një pyetje fundit, pastaj ndoshta edhe lami. Po duhet ta shpjegoja këtë tezë. Prandaj edhe besoj që edhe unë pra të gjitha faktor projektojnë një PD që shkon drejt humbjes. Patjetër. Dhe këtu jemi dakord, sepse u reflektu, prandaj tash edhe unë te lista këtu e kisha që listat ishin hallka e fundit, por që tregon realisht faktin që Partia Demokratike zot Berisha po përgatitet për humbjen, jo për gjë tjetër. Por megjithatë, zoti Xhaveri, megjithatë edhe në këtë studio, në këtë emision e keni thënë që në çdo rast zoti Berisha është kryetari i Partisë Demokratike dhe ne duhet asnjëherë nuk kam thënë është kryetari i Partisë Demokratike. Atë që kam thënë në mënyrë manzir, atë që kam thënë në mënyrë konsistente është që duhet bëj një hap pras. Ky ka qenë qëndrimi im koherent. Por ai nuk e bëri hapin pas. Ai nuk e bëri hapin pas. Dhe ju prapë ndetet me të. Thash edhe një herë, 2 vite më parë ne u bashkuam drejt një agjende parlamentare. Dhe kështu e konceptoja unë bashkimin në diversitet. Unë baja qëndrimet e mia, është tjetër punë pastaj se bashkimin diversitet degradoj në valle, në kush kërcen më lart e kush kërcen më poshtë. Po ky nuk është bashkim diversitet që unë mund ta blej.